Atëherë unë falenderoj Zotin me gjithë zemrën, me gjithë mendjen time, që më ndryshoi jetën, më ndryshoi karakterin, më ndryshoi çdo gjë të mundur dhe unë do të jem 100% tani me Perëndin. Amen. Edhe jam shumë e lumtur. Sofi, diçka për para pagëzimit? Se po pagëzosh? Unë po pagëzona me frymën shenjtë, po pagëzona që të me vetë Jezusja që në trezën e vetë, ajo është ka është e dinjosë, kjo nuk është asgjë. Duhet jemi Krishtin gjithmonë. Amen. Zoti Kur mos largona prej Krishtit, gjithmonë së bashku. Se po pagëzosh e dashur? Unë i la këto të gjitha gjanat e vjetra. Edhe du që Jezu Krishti futet në jetën teme, edhe asnjëherë mrapa si hap mrapa vetëm me Jezusin. Amen. Zoti bekon. Si po ndjesh para Jam pagëzimit? shumë e lumtur që do pagëzohet. Zoti bekon. Po ju Jolanda? Unë lavdi Zotit që më deshi i pari dhe lavdi Zotit sot dua të pagëzohem që të rilinde edhe me ujë, ashtu siç na e thot fjala. Amen. Zoti bekon.